Rreth 500 metër rrugë pa asfaltuar dhe e tëra me pluhur është bërë shqetësim për banorët e lagjes Ardhmëria të Prishtinës. Banorët thonë se kanë bërë ankesa e kanë marrë dhe premtime, por asgjë nuk u ndërmor deri më sot. Qështu shpeshe, me pluhon, me beter, me tëna, ka ditë që ty ben me dalë për jashtë në dhere shpisë. Dhe 2 minutë të borë, laqë të këtë të qëto. Këtë të zonë e diqka thamë. Po, problemi me këtë rrugë që e kemë është do të mos asfaltimi tina ose i shtryme me kopsa. Për shembull nuk është një rrugë e madhe, është një rrugë dikon gjysmë kilometre. Kemi probleme do të se këtu dy vetua nuk mund të kalojnë. Edhe një prej tyre probleme është që verës është plon, vjesh ka do të lloç, kurse dimit është e pakalueshme. Premtime kot, po jo punë. Këto janë do problemet tona, shpresojmë zgjidhen. Po për momentin dikon janë afër 30 shtëpi, po si shpesh janë duke ndërtu, edhe pritet më bë zgjerimi i lagjës. Hall tjetër i banorëve mbetet mungesa e rrjetit të kanalizimit, andaj ata shpesh kanë edhe konflikte mes vete për shkak të qitjes së ujrave të zeza nëpër oborret e njëri tjetrit. Kemi shumë probleme me këtë. Për shembull, secili çon ujrat e zeza me dal diku ku është i detyruar, se ai s'mund ta mbajë kurkush brenda dhe ose del në rrugë, për shembull, që gjatimi këtu thjesht është si knet, bëhet, ose i qesim në oborret tona që janë afër oborreve të kojshive, që mësoj eventualisht mund të ketë konflikt mes nesh, se kurkush si duron ujrat e zeza, kështu që kanalizimi është sigurisht diçka elementare për neve që se kemi përpos rrugës, siç e pat ju, është katastrofë. Kanë pas këto iniciativat vogla, ndoshta përmes njohurish, ndoshta hajtë se unë do të foli me dikon atje, po më duket që ky do të më qenë problem që është i nënkuptueshëm që do të mos zgjidhet, sepse gati se në çdo fshat kanë bën rrjete kanalizimi, rrugë kanë shtruar asfalti kudo. Këtu na po mendojmë që jemi në qytet në Prishtinë, po faktikisht po thithim plon gjatë gjithë verës dhe po shkelim balt gjatë gjithë dimrit. 2 herë kanë dalë, kanë vënu piketa, jo po mosmi për rrugë, po mosmi, po më duket që e kanë lidhë me momente të caktuara, nuk jam i sigurt që e kanë pas shumë serioz, se këtu janë ndoshta 500 metra rrugë që mendoj që paraqet ndonjë problem të madh për një komunë si Prishtina, po s'po di, tash unë qytetari thjesht edhe mund të gaboj, po më duket që se kanë pas seriozisht ndonjëherë. Këta banor apeluan edhe një herë të komuna e Prishtinës që t'u zgjidh këto probleme, ndonse sipas tyre shtëpit i kanë me leje ndërtimi dhe janë pagues të rregullt të tatimeve. Për këto probleme bashkë bisedojmë tani me drejtorin e urbanizmit të komunës së Prishtinës, Hysen Durmishi, të cilin kemi në linjë telefonike. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po dëgjoni pak dobët? Mirëmëngjesi. Ju përshëndesim fillimisht. Faleminderit edhe unë ju përshëndes. Faleminderit shumë, atëherë sigurisht që keni pas angazhime të shumta gjatë ditës së djeshme dhe ka qenë e pamundur që të komunikojmë të jeni në studio. Megjithatë, ndoshta është e mjaftueshme që të jepni një përgjigje për banorët e lagjes Ardhmëria për to probleme që i kanë me infrastrukturë. Po, për mu janë të njohura problemet e lagjes Ardhmëria atje. Domethënë, edhe banorët kanë qenë disa herë në zyrë dhe i kemi diskutu. Atje tashmë jemi në përfundim të projektimit të rrugës, domethënë me gjithë kanalizim dhe rrugën atje. Dhe tani dje e kemi pas rishikimin e buxhetit në asamblen komunale dhe rishikimi ka kaluar, kështu që tash në pjesën e dytë të vitit ne do ta rregullojmë atë rrugë, do ta zgjidhim edhe problemin e kanalizimit, deri në fund vitit thjesht banorët e asaj lagje nuk do t'i kenë probleme që i kanë tani. Banorët tanë si kanë marrë disa herë premtime, por sipas tyre kanë dilema, nëse mund të themi, se kjo po bëhet në momente të caktuara, po e lidhen me kohën e zgjedhjeve. Nuk ka këtu diçka të vërtet lidhur me këtë? Po ndoshta kanë pas premtime në të kaluara, në 15 vitet e kaluara gjatë fushatave zgjedhore, mirë po unë prej që jam drejtor i infrastrukturës nuk ka pas zgjedhje
dhe asnjë investim në komunë Prishtinës nuk e kum lidh me asnjë proces politik, po e kum lidh me pikërisht me gjendjen e vështirë të infrastrukturës që e kanë atje. Sidomos këto problemet me kanalizime i ka marrë me prioritet mbi prioritete, shumicën prej tyre i kemi zgjidhur, janë edhe disa që kanë mbetë. Pra, këtu nuk e di, mund të ketë banor të cilët aty në atë lagje ndoshta që janë të ndikuar politikisht dhe mundohen të bëjnë një fushat kundër neve, për ndryshe shumica e banorëve e din, kanë bisedu me mua dhe problemet e tyre do t'ju zgjidhen, këtu politik nuk ka. Mua më duket se ata më tepër kishin shqetësim rregullimin e rrugës dhe përmendën se kanë pas premtime qoftë nga pushteti i kaluar, qoftë nga pushteti aktual. Por ajo që është më rëndësi është që pushteti aktual është që një vit e gjys në komunë Prishtinës. Po. Dhe për një vit e gjys nuk mund zgjidhen gjitha problemet e komunës Prishtinës. Dhe ata banorët atje din këtë çështje. Dhe unë po them se ajo rrugë do të rregullohet gjatë këtij viti. Brenda këtij viti do të jetë rregulluar. Kjo është më e rëndësishmja. Po. Dhe ata banorët mandej të cilët flasin për politikën, mandej le të ngushëllohen me politikën dikon tjetër që nuk i ka bërë rruga që 15 vite atje. Po. Zotëri Durmishi, faleminderit për këtë bisedë. Ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit juve, gjithë mirët.